Në kuadër të muajit tetor, i njohur si muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit në pedonalen e qytetit të Korçës, u zhvillua një aktivitet sensibilizues me pjesëmarrjen e 10 grave, vajzave dhe punonjësve të institucioneve shëndetësore. Atmosfera ngrohtë dhe ngjyra të rozë që mbizotrua në bulevard sollën mesazhin e përbashkët të kujdesit e dashurisë për jetën. Pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe një paradë simbolike ku pjesëmarrëset përçuan mesazhin: "Duaje jetën, çdo ditë e jotja vlen", duke i bërë thirrje grave të mos neglizhojnë shëndetin e tyre dhe të kryejnë kontrollet mjekësore në kohë. Sipas Nada Tërpos, shefe e kujdesit shëndetësor parësor, ndërgjegjësimi grave në qarkun e Korçës është rritur ndjeshëm vit pas viti. Vetëm gjatë muajit tetor të vitit të kaluar janë realizuar mbi 1000 mamografi, ndërsa edhe këtë vit ritmi i kontrolleve vijon me 40 deri në 50 ekzaminime në ditë. Qëllimi, theksoi ajo, është që mamografi të mos kryen vetëm gjatë muajit tetor, por gjatë gjithë vitit, pasi shërbimi ofrohet çdo ditë në poliklinikën e qytetit. Ne nga viti në vit shohim një ndërgjegjësim tek gratë e rrethit të Korçës. Kjo dhe fal mamografisë që kemi fikse pranë poliklinikës së spitalit rajonal. Vjet vetëm gjatë muajit tetor janë realizuar 1067 mamografi. Dhe këtë vit, po me të njëjtin ritëm, vazhdojnë mamografit nga 30, 40, 50 në ditë. Qëllimi i sensibilizimit nuk është që këto depistime të kryen vetëm gjatë muajit tetor, po për fatin tonë të mirë, me që kemi mamografin të instaluar gjatë gjithë vitit, të shtrihen dhe në muajt e tjerë. Nga ana tjetër, Entela Sulo, specialiste pranë njësisë vendore të kujdesit shëndetësor, theksoi se ky aktivitet është pjesë e një sërnismash që po zhvillohen gjatë këtij muaji për të ndërgjegjësuar gratë mbi rëndësinë e kontrollit periodik dhe parandalimit të kancerit të gjirit. Njësia vendore e kujdesit shëndetësor, krahas aktiviteteve të shumta që zhvillon gjatë muajit tetor, aktivitetet tona kulmojnë sot në ditën botërore të kancerit të gjirit. Jemi bërë të gjitha bashkë në sloganin "Duaje jetën, çdo ditë e jotja vlen". Qëllimi i këtij aktiviteti është që të jemi të gjitha një zëri për të ndërgjegjësuar të gjitha vajzat, gratë, nënat, motrat tona për parandalimin e kësaj problematike. Rritjen e depistimeve dhe kapjen e kancerit të gjirit në fazat e tij të hershme. Ndërsa mjekja Fluturajani theksoi se ky moment duhet të shërbejë si nxitje për çdo grua që të kujdeset për veten dhe të mos i kufizojë kontrollet vetëm në muajin tetor, pasi zbulimi i hershëm mund të bëjë diferencën midis trajtimit dhe shërbimit. Unë dua t'ju falenderoj për këtë pjesëmarrje që më duket shumë e mirë në një aktivitet të tillë që na mbështesni dhe ne si institucion. Institucion i cili e ka shumë të rëndësishme promocionin dhe edukimin shëndetësor, sepse pikërisht për këtë arsye jemi mbledhur sot të nxisim veten tonë dhe të gjitha gratë, po edhe familjet, që të kryejnë kontrollet e duhura shëndetësore në kohë, ashtu siç e rekomandojnë mjekët e familjes, por dhe ashtu siç thuhet dhe i dini të gjithë. Unë do thosha diçka tjetër lidhur me kujdesin parandalues, të mos fokusohemi vetëm në këtë muaj, por kontrollet për gjirin të shtrihen përgjatë gjithë muajve të tjerë. Pra, ky moment ndërgjegjësimi të na vlej që të mendojmë që përgjatë gjithë vitit ne jo vetëm për problematik, por edhe për kontrolle rutinore të drejtohemi institucioneve shëndetësore. Sepse kanceri i gjirit vërtet është kancer, por sot me gjithë mundësitë që ofrohen, kuptohet është i trajtuar shumë mirë, i shërueshëm në shumë raste, pra edhe një herë parandalimi vlen shumë. Aktiviteti përfundoi me shpërndarjen e materialeve informuese dhe me mesazhin e përbashkët se kujdesi për shëndetin duhet jetë pjesë e përditshmërisë së çdo gruaje.